Ardi Gjebrea sherr mes rrugës, del nga BMW-ja dhe rrihet me të riun. Një ngjarje e dhunshme ka shqetësuar qetësinë e një prej rrugëve kryesore të kryeqytetit, ku është përfshirë figura e njohur publike, Ardi Gjebrea. Sipas dëshmive të disa qytetarëve dhe një videoje që është përhapur në rrjetet sociale, ngjarja ka ndodhur të hënën pasdite, kur një përplasje e lehtë midis mjetit të Gjebreas, një BMW të modelit të ri, dhe një makine tjetër shkatroi qetësinë e rrugës. Sipas versionit të parë të hetimeve, pas përplasjes Gjebrea doli me nxitim nga makina e tij dhe në vend që të shkëmbejë dhënat e rregullta me drejtuesin tjetër të mjetit, një të ri rreth 20 vjeçar filloi ta insultojë dhe më pas të hidhej me grush kundër tij. Gjithçka u shkatrua në çast. Përplasja ishte minimale, thjesht një vjedhje, por ai, pra Gjebrea, doli i turbuar, filloi të bërtas dhe pa u hezituar filloi të rrahë djalin. Ishte shumë e shokuar, tha një dëshmitar okular për policinë. Videoja e përhapur në internet tregon një skenë të tensionuar, ku Gjebrea duket se e ka kapur për krau të riun dhe po e tundon ashpër, ndërsa përreth mblidhen disa njerëz që u përpoqën të ndërhyrnin për të ndaluar sherrin. Policia u prind në vend nga një njësi patroluese dhe ndërhyri për të çuar situatën në kontroll. Të dyja palët u janë marrë në degën e policisë për të dhënë deklarata dhe për të sqaruar rrethanat e plota të ngjarjes. Të rinjt, i cili ishte identifikuar si BK, u soll në spital për t'i vënë në dukje plagët e lehta, kryesisht në fytyrë. Gjendja e tij nuk shihet si e rrezikshme. Ardi Gjebrea, i njohur për profilin e tij publik, nuk ka komentuar ende publikisht për incidentin. Burimet të policisë thanë se pasi të mblidhen të gjitha provat, përfshirë dëshmitë dhe regjistrimet e kamerave të sigurisë, do të vendosen për çdo mast në drejtim të tij, duke përfshirë mundësinë e parashtrimit të akuzave për sulm.